Ne sot vazhduam, i dhamë dhe njëherë mundësin kësaj gjykate që të revokonte vendimin për pavlefshmëritë dhe papërdorshmëritë që ne kemi ngritur për ta sjellë këtë proces në shinat ligjore, pra për ta bërë rregull ligjërisht, dhe gjyqtarja përsëri e rrezoi këtë kërkesë. Në moment, kërkimi i dytë i joni ishte ngritëm kërkesën, ose më saktë ne e njoftuam gjykatën si do të bëjmë kërkesë për pavlefshmërinë e gjithë vendimarrjes gjyqtares Irena Gjoka, për shkak se ne disponojmë tashmë provën e pakundërshtueshme, vendimin e gjykatës greke për dënimin e saj, çka e bën atë një gjykatë jo të krijuar me ligj, duke mos pasur kushtet e qenies të gjyqtarit. Dhe edhe këtë kërkesë, pavarësisht se ne kërkuam kohë të paktën fizikisht për ta firmosur, për ta shkruar, për ta formalizuar si kërkesë, ajo rrezon pa pasur kërkesën në dorë. Mbi këtë bazë ne kemi kërkuar një përjashtim tjetër me këto shkaqe për këtë gjyqtare dhe për të marrë vendimi në lidhje me përjashtimin e gjyqtares Irena 2. Irena 2. Atëherë neve na u dha koha, saktuar seanca në datë 19 maj ora 11:30.